Vendet europiane po përshpejtojnë përgatitjet për një plan rezervë mbrojtjeje në rast se Shtetet e Bashkuara të riqen nga NATO, siç raporton Wall Street Journal, mes shqetësimeve në rritje për qëndrimin e presidentit Donald Trump ndaj aleancës transatlantike. Sipas raportimit, zyrtarët europian po punojnë mbi një skenar të njohur jo zyrtarisht si NATO europiane, i cili synon të ruajë strukturat ekzistuese të aleancës, por me një rol shumë të madh të vendeve europiane në komand, logjistik dhe drejtim ushtarak. Plani ka marrë vrull të ri pas mbështetjes së Gjermanisë, e cila historikisht kishte kundërshtuar çdo ide për një autonomi më të madhe europiane në mbrojtje, duke preferuar SBA-n si garantuesin kryesor të sigurisë së kontinentit. Sipas Wall Street Journal, ndryshimi i qëndrimit në Berlin lidhet me shqetësimet mbi besueshmërinë afatgjatë të Washingtonit si aleat. Raporti thekson se diskutimet janë intensifikuar pas deklaratave të Donald Trump, i cili ka ngritur mundësinë e largimit të SBA-ve nga NATO dhe ka kritikuar aleatët europian për refuzimin e mbështetjes ndaj fushatës amerikane në Iran. Mes çështjeve kryesore që po diskutohen janë mënyra se si Europa do të menaxhonte mbrojtjen ajrore dhe raketore të NATO-s, logjistikën ushtarake, korridoret e përforcimit drejt Europës Lindore dhe komandën e operacioneve në rast të një tërheqje të oficerëve amerikan nga strukturat drejtuese të aleancës. Megjithatë, sipas raportit, sfida më e madhe mbetet zvendësimi i rolit amerikan në inteligjencë strategjike dhe ombrella bërthamore, duke qenë se asnjë vend europian nuk ka aktualisht kapacitetin për të marrë vetëm rolin udhëheqës që mban Washingtoni në NATO. Për këtë arsye, zyrtarët europian po shqyrtojnë edhe zgjerimin e rolit bërthamor të Francës dhe Britanisë së Madhe si pjesë e strategjisë së re mbrojtëse të kontinentit.